Klani mafioz shqiptar, 1 milion euro për të vrarë prokurorin belg. 8 persona janë arrestuar në lidhje me një hetim mbi një komplot të dyshuar për të sulmuar prokurorin publik të Brukselit, Julien Moinil, raporton Le Soir. Të arrestuarit dyshohet se janë pjesë e një klani shqiptar të përfshirë në trafikun e drogës. Media belge shkruan se janë kryer 18 bastisje në kuadër të hetimeve për kërcënimet me vdekje ndaj prokurorit të mbretit në Bruksel, Julien Moinil. Ka komunikuar për gazetën Le Soir Prokuroria Federale. Pak ditë më parë, mediat investigative ndërkombëtare raportuan se për kokën e të cilit mafia shqiptare kishte vënë një çmim prej 1 milion euro. Kontrollet janë kryer kryesisht në Bruksel, por edhe në Louvain. 8 persona janë ndaluar dhe aktualisht po merren në pyetje. Pas marrjes në pyetje, gjykatësi do të vendosë nëse ata do të mbeten në paraburgim shton prokuroria. Gjatë muajit korrik 2025, Prokuroria Federale është informuar nga Policia Gjyqësore Federale e Brukselit për një komplot të mundshëm për të kryer një atentat ndaj prokurorit të mbretit në Bruksel. Të dyshuarit kryesor duket se kanë kaluar kriminal lidhur me trafikun e organizatës së drogës. Dyshohet se ata janë aktiv brenda rrjeteve kriminale shqiptare, thekson Ministria Publike. Gjatë muajve të fundit, Policia Gjyqësore Federale e Brukselit, në ndërtimin e një gjyqtari të ngarkuar me çështjen nga Prokuroria Federale, ka kryer një hetim të thelluar mbi të gjitha informacionet. Duhet mbrojtur më mirë. Policia Federale është angazhuar për disa muaj me radhë në këtë drejtim. Edhe brenda Prokurorisë Federale, disa prokurorë janë të ngarkuar me ndjekjen e kësaj çështje. Duhen mbrojtur më mirë policia dhe magjistratët. Sipas të dhënave të Le Soir, ky kërcënim i një klani shqiptar nuk është i vetmi që ka shënjestruar Julien Moinil, por ishte një kërcënim i konsideruar shumë serioz nga të gjitha shërbimet e sigurisë. Megjithatë, Prokuroria Federale nuk dëshiron të shpallë ende fitoren, pasi thekson në këtë fazë nuk është e mundur të konfirmohet ose të hidhet poshtë komploti për të kryer një atentat ndaj prokurorit mbretit në Bruksel. Me fjalë të tjera, hetimet vazhdojnë ndaj 8 personave të arrestuar të martën. Ky hetim dëshmon edhe një herë nevojën absolute për të mbrojtur më mirë policët dhe magjistratët, të cilët luftojnë çdo ditë pa pushim kundër kriminalitetit organizuar dhe që për këtë arsye bëhen objektiv i këtyre organizatave kriminale, komenton Prokuroria Federale Anne Fransen. Për këtë qëllim, Ministri i Drejtësisë me kërkesë ndër të tjera të Ministrisë Publike ka krijuar një grup pune ku marrin pjesë edhe prokuror të Prokurorisë Federale, i cili po përgatit iniciativa ligjore, shkruajnë mediat belge.